Më pëlqen shumë bluza që ke veshur. Neo Malsoria zbulon për herë të parë si nisi krisja me Ramën. Deputetja e Kuvendit të Shqipërisë Mariana Koçeku për herë të parë ka folur pas largimit nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Mes të tjerash, deputetja ka komentuar takimin e fundit publik me kryeministrin Edi Rama dhe komentin që duket se nisi krisjen mes tyre. Si Gen Z më pëlqen shumë bluza që ke veshur, i drejtohej Koçeku Ramës vetëm pak javë para largimit saj nga Partia Socialiste gjatë një takimi në Shkodër. Sot deputetja tha se ky ishte një mesazh që tregonte mbështetjen për revolucionin e flamengove. Komenti si Gen Z do të thotë se janë pjesë e gjeneratës Z. Brezi i cili nisi dhe protestën, bluza e kryeministrit mbante një flamingo simboli protestës, të cilën e ka mbështetur në heshtje para largimit dhe më pas publikisht. Prandaj komenti tregonte që më pëlqente bluza, por dhe që po mbështesja protestën. Unë protestën e mbështes, kam vendosur të mbaj një farë distance për të respektuar kauzat e tyre. Do vi të mbështes në mënyrat që unë kam mundësi, duke folur me mediat ndërkombëtare apo me reagime në rrjetet e mia sociale. Është një revolucion me energji të mirë, po ashtu më bën krenare që brezi më është duke reaguar për këto kauza. Unë nuk e di çfarë partie është Shqipëria e Re, por qëllimi im është në këtë mandat të mbetem deputet e pavarur dhe të përfaqësoj sa më mirë qytetarët. Rama sigurisht duhet i njihen të mirat për ato që ka bërë, pavarësisht kritikave. Ramës ja kam thënë ato që kam patur për t'i thënë nëpërmjet reagimeve të mia, po edhe me mesazhet që kemi shkëmbyer, tha ajo.